primat mëdhajve liderve të partive, nuk e kam preashtuar kur opcionin në shkuarës në zgjedhje. Këtu në kretë këtë sakt tash këtë periudhë kohore, vetëm LDK-ja ka qenë me propozime ndonjëherë edhe qesharake, kështu patetike, qeveri uniteti, qeverie, ziçka, me propozime që zbohen. Prandaj, i pari që ka kërku, në fakt, edhe që ka dhonë opcionin e zgjedhjeve, ka qenë me Mli Krasniqi. Me sa mbajmen ka kërku edhe me 9 qershor, i këtë data, me 17 qershor, do të kjo pri Partisë Demokratike është pas si strategji, pi leadershipit tani shumë Partisë Demokratike, se diçka që tregon guxim për të riballafaquar me vetëvendosjen edhe me një garë. Atë më kujtu kur the këto edhe pas zgjedhjeve, më kujtu një këngë e Motorheadave, Fire, Black Smoke Again. Zjarë, gjithandej, tash ideja është, kemi zjarë, tash pa qka që pjarëzojnë fotografin liderit me të keq, edhe pa vend, dhe mënyrë shumë kështu... Si fotografisë do t'i kthejme më vonë fotografisë. Po, zgjedhjet natyrisht janë opcion, sepse partia e Zotit Krasniqi s'podon gati për bjerë, prej kondi tjetër, kështu me vektar tjetër, s'podon kërkush me to me bo koalicion. S'podon kërkush me kërë? Njët, me PDK, njët si këne me vetëvendosin ta opozitar. Edhe me vetëvendosin s'podon kërkush me bo? Po, ashtu po duket. Pa ka koalicion. Derin këtë moment s'podon kërkush. Ta është ta këqyrum, aja bojnë se jam kështu shumë në që të temë si kresha më flesha. Enver Hoxha nga PDK ka qenë pro koalicionit qëmbull? Nuk ka hedhur poshtë në koalicionit? Me qëtë respektin Enver Hoxha nuk është faktor shumë i rëndësishëm vendimarës në PDK. PDK e ka udhësinë e vetë legjitime zgjedhun, edhe legale, edhe vendosë me Mli Krasniqi edhe të tjerët. Pra, pa marë parasysh që aty ka zona rebeliu si puna e ati fitu si zgjedhjeve, ati senzacionalit Ladrosi, a i kundështari thukti dhe dëzraz. Po, për te kësaj, e kemi një situatë që tash, unë pajtona dhe me Fidanin, tash du të presëm na këto ditë për me pa, a e ka seriosisht Zoti Kurti, të kryoj qeveri. A e ka? Seriosisht? Ata me mendoj që e ka? Po nuk a ja i ngarë, mos me bo qeveri. Pse se ka bo që 7 muj, Zoti i Gorshi? Kushtrim, këta që jetojnë shumë Kurtin pikrisht e. Po pse se ka bo që 7 muj? Kjo ndërhyrja e matoshme e logikshme. Jo, pse se ka bo? E logikshme? Hajde ana neve fakturët që kanë Ska shtyt. mujt mërë me bo? E pa vërtet, s'ka dorë. Nuk ka dorë. Se thua matoshme s'ka dorë? Ekziston një verdikt i gjykatës kushtetuese, Zoti i Gorshi, nëse i mon man këtë. Në rastin e presidentit, ku thot se populli i Kosovës nuk mund të privohet nga ndërtimi i institucioneve, do thot, për cilën ti ke garu. Dhe Zoti Kurti, për fatin ton të keq, edhe të fëmijëve tu, ka dal, i ka fitu zgjedhjet populli i Kosovës, qytetari i Republikës e ka shpërbly, sepse i ka besu dhe ky ja ka kthy me blokadë. Atë mirën që ja ka bo qytetari i Kosovës, ka nërët në një zotni, ty po dojmë me shumic votash, një demokratike, dhe ti ana institucionet cilat nga takojnë si pas randit kushtetus. Dhe ky nuk ka qeni zoti me i dhonë institucione, për shkak të noteve të kryendeqësis edhe të blokotës ndaj të gjithve, të cilët njëherë ka pas kunder opozitës, mas në ju këthy kunder listës sërbska, dhe në fund përfundoj kunder gazetarëve. Po këta tjertë, a janë për qeveri? Këta tjertë, shiko kushtim, ish opozita, do më hanë nuk ka numra. Po s'ka as kjo, as ta. Shiko, kjo ka, sepse kjo i fuqishmi, i madhi, i pari, gjithmonë edhe me 3 verdiktet e